Dhe pas një premtimi të përsëritur disa herë, kryetari i Bashkisë së New Yorkut, zoti Adams, më në fund erdhi në Shqipëri për të vizituar Shqipërinë, për të parë nga afër një vend për cilin sigurisht ka dëgjuar shumë nga miqtë e tij shqiptar, po edhe nga unë, dhe natyrisht për të diskutuar së bashku për atë që mund të bëjmë lidhur me turizmin, dhe duke qenë se kryetari i Bashkisë ka qenë kyç në vendosjen e disa linjave direkte të New Yorkut me vende të tjera për të parë mundësinë e nxitjes e një nxitje ekstra në përpjekjen që ne po bëjmë për të vendosur fluturimin direkt me New Yorkun, dhe duke qenë ai shumë interesuar për teknologjinë, ka shumë dëshirë që të takohet edhe me diellën. So what I was telling, because we don't have a Ajo që po ju thoja, duke qenë se translator here, nuk e kemi but I don't këtu want this to be badly përkthimin, por translated nuk dua natyrisht edhe që for your very eager të presence. përkthehem keq për So I shtypin was, që është saying mjaft that, i prirur. Po you thoja came që më së fundi after ju erdhët pas a promise that was repeated një several premtimi times që e when kishit we had thënë the disa occasion to herë meet kur together and to jemi takuar së bashku, spend some time e kur kemi kaluar of great Albanians kohë në praninë e shqiptarëve të shkëlqyer nga New Yorku. I told also that you were very interested. Thash po kështu që jeni mjaft i interesuar që të shihni nga afër atë çfarë keni dëgjuar shumë nga miq shqiptarë, nga unë për Shqipërinë, për historinë e saj, për zhvillimin e saj, dhe po kështu për të parë nga afër edhe mundësitë e turizmit, të teknologjisë, zhvillimet e teknologjisë, e po kështu që të shihni nga afër edhe ministren e inteligjencës artificiale që më thatë donit ta shihni. Dhe po kështu përmenda që folëm për mundësinë për të përshpejtuar, pra për nxitjen që ju donit bëni për të përshpejtuar atë çfarë ne po e bisedojmë tashmë me aviacionin federal të Bashkuar të Amerikës, që është një linjë fluturimi drejt për drejt nga New Yorku, që do të ishte e jashtëzakonshme, e që në fakt do të sillte përfitime të mira për kompaninë, duke qenë se shqiptarët udhëtojnë shumë dhe janë shumë të prirur që të vinë më tepër nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëse kanë një fluturim direkt.